Një ngjarje e rëndur raportua ditë më parë në qytetin e Vlorës, ku Rinaldo Rakipa era në prangat e policisë pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një 15 vjeçare. Gazetarja Ulona Musta, e cila ngriti alarmin dhe shqetësimin se si prindrit e 15 vjeçares, por dhe të shoqeve të saj, i lejuan që të kalojnë natën jashtë shtëpisë. Sipas saj, sjellja e prindërve në këtë rast është një mungesë përgjegjësie. Si mundet familja, 3 familje, jo një, të vajzave 15 vjeçare të gënjehen kaq lehtësisht që këto po flente njëra tjetra? Kam tentuar edhe unë në kohën time, kur kam qenë më e madhe se 15 vjeç, nuk bëj fjalë. 20 vjeç i thoja mami do flete shoqja. Okej, po marr në telefon, thoshte mami, shoqen do flesh apo jo, dhe bëhet fjalë për shoqe të ngushta fare që njiheshim familjarisht. Këtu fillon problemi, sepse unë s'mund të futem te pjesa e policisë, drogë, se nuk është kompetenca ime. Po të ketë arritur familja shqiptare në këtë lloj menefregizmi, që ti mos të kesh përgjegjësi për fëmijën 14 vjeç, për vajzën 14 vjeç, që largohet pa pikën e problemit dhe të gënjen kaq kollaj natën, për mua ky është një problem shumë i madh, tha Ulona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.